Nëse thellë brenda vetës mendon se nuk e meriton paran, atëherë nuk ka me qëndru kur të ti pa marrë parasysh sa punën. Paraja nuk është thjesht numër apo fat, është frekuencë dhe ajo reagon drejt për drejt ndaj vlerës që e jep vetes. Nëse mendon se ti nuk meriton shumë, atëherë ndodh diçka shumë e qartë. Paraja largohet edhe kur vjen. Nëse gjeni mungesën e vetë dashurisë, krijon distancë me paran. Ti pa vedi e shtyn larg atë që mendon se nuk e meriton. Paraja është energji e gjallë dhe ajo shkon te njerëzit që besojnë se e meritojnë, kanë respekt për veten, kanë një raport shëndetshëm me paran. Pikërisht për këtë kam krijuar podcastin Rruga drejt lirisë financiare, një punë thellë, reale, transformuese. 5 letra në javë, teknika direkte nga unë, meditimi fuqishëm me temën e muajit, punë në nivel emocional, mendor dhe energjetik, gjithçka vjen privatësisht në WhatsAppin tanë. Kjo nuk është thjesht informat, është riprogramim i raportit tënd me paran dhe vlerën tënde. Nëse ndjen se është koha me ndryshu frekuencën tënde me paran, atëherë shkruaj energji dhe do marrësh gjitha informacionet për programin.